Me gjitha ato kërcënime që ai bën në telefon, ai është shumë i frikshëm. Ai nuk frenohet asnjëherë. Unë e njoh shumë mirë atë njeri. Kur ai do që të bëj diçka, ai e bën. Të mbreshmet për çaj more me vete. Ai bleve me lekë mia. Ata kulash ku thash, për çaj more me vete bluzën se bleve tani. Nga kërcënimet serioze, shumë shpejt te inventari i garderobës. Këta janë Silva dhe Besimi, 40 vjeçar nga Elbasani, të cilët pas një periudhe të gjatë mjalti i kanë dhënë fund marrëdhënies së tyre para disa muajsh. Por pavarësisht kësaj, Besimi vazhdon ta përndjek, herë duke e kërcënuar nga fëmijët dhe herë duke i kërkuar pajën. Sidoqoftë, le të dëgjojmë se si nisi historia. Unë jam ndar para 2 vitesh me bashkëshortin tim dhe u njoha me këtë person për të kriju familje tamam në TikTok. Si çdo histori moderne dashurie, sepse fundja ku tjetër mund ta gjesh më së miri shpirtin tënd binjak. Por ju paralajmërojmë, nuk është krejtësisht kështu. Ky kishte kohë që mua më shkruante në TikTok, pavarësisht se unë nuk i kthea përgjigje. Thoshe unë do të gjej ku je, e di që je në Gramshi, do të zbuloj ku punon. Dhe doni ju që e zbuloj vërtet? Pastaj vinte ke puna që punoja unë, më takonte. Për sa kohë është të folure në TikTok, dole të takuat? Nuk ndetëm shumë, sepse unë doja që të largosha nga bashkëshorti im. Ti ke qenë e martuar ndërkohë që fliste me këtë? Po. Ke fëmijë? Po, kam 3 fëmijë. 3 fëmijë të ardhur nga martesa e parë, por pavarësisht kësaj, Silva vendos ta sakrifikojë gjithçka për këtë 40 vjeçar që sapo e kishte njohur në TikTok. Ndapa dhe morëm një shtëpi me qera. Ai sjellësh mirë në fillim, vetëm 6 muaj aty, ikëm në Greqi në sezonin e ullirit. Kjo periudhë dashurie zgjati për një vit, deri kur Besimi fliste me një femër tjetër, aty në Elbasan, kërkonte familje tjetër. Si zbulove ti? Ky numër më ka rastisur dhe 1-2 herë tjera. Merrte në telefon gjithmonë kur ky largosh nga shtëpia dhe kur ne dolëm një natë për kafe, kjo i bëri zile edhe i thosha kush është nipi im, ndërkohë nipi kishte numër tjetër se unë e kisha në numrin e atij. Do të ishte pikërisht kjo telefonat, e cila do të vendoste fatin e marrëdhënies së Silvës dhe Besimit. E lënduar tashmë nga tradhtitë e tij me gra të tjera, 40 vjeçarja vendos të ndahet nga ai. I ka 2 muaj ke njerëzit e mi, fillova punë te Por Besimi nuk ishte dakord. Vazhdonte vetëm shkruante vazhdimisht, donte që të pajtosh gjithmonë. Më gjell dhe punën ku unë punoja, më vjen aty, u bë shumë i bezdisur dhe aty, vinte 2 herë në ditë. Nëse u pajtum, ikëm për në Gjermani pastaj, për të jetuar tamam. Ky aty më thot mu do marrim kredi, thot se nuk kemi lek për t'ikur. Kemi marrë 1300 euro në Elbasan, se këti nuk i jepnin, në emrin tim është marrë. Jemi nis drejt Gjermanisë, morëm një shtëpi me qera, filluam punë. Ti pse vendose ti ke në Gjermani me këtë pasi ky e tregoi veten se kush ishte? Thash do ndryshoj. Në realitet, Besimi kishte ndryshuar, sepse krahas aventurave me gra të tjera e futi Silvën edhe në probleme financiare. Ndërkohë i thosha gjithkohës, kur merra rrogën ta nisim për Shqipëri që ta mbyllim kredin, ai thoshte gjithmonë nuk ke punë ti me këtë se e laj unë. Nuk çovi asnjë dorë nga Shqipëria për këtë. Nuk ka paguar asnjë këst? Asnjë këst fare, Sepse në fakt, lekët shkonin diku tjetër, të paktën sipas Silvës. unë e dija se ky nuk ishte dorë nga ato gjërat, ky u niste lek femrave. Ato i dërgoni numrat, kartat e indemnitetit, u kam gjetur 2-3 lloj kartash. E kapa mat, thoshte nuk kam të bëj me këtë, unë nuk mund të marr një kartë për shembull kur nuk çoj diçka. Pra, ndërkohë që këstet dhe interesat e kredisë shtoheshin çdo ditë, me sa duket Besimi i shpenzonte parat me njëjët e tij virtuale. Por për te këtij problemi kaq të vogël, dashuria triumfoi edhe kësaj radhe. Sidoqoftë, jo pa sakrifica. I premtum njëri tjetrit për të mbyllur rritet sociale. I mbyllëm rritet sociale të gjitha. Ndërkohë ky mëngjes kur dilte nga shtëpia i shkarkonte dhe ndark i fshinte. Kur vinte në fliste me këto vajzat? Po, fliste me këto. Por, për fatin e keq të Besimit, njëra prej tyre ishte vetë Silva. Me një adresë të rem, u shtia si një femër e huaj, ku unë e provokova që ky kishte TikTok. Ky tha, unë jam kaq vjeç, numrin e telefonit dhe jam beqar, i divorcuar thoshte, edhe kërkoj familje. Sa e zgjati këtë lojë? Nuk e zgjati shumë sepse unë nuk po duroja, moja marr telefonin nga dora edhe i them ti ke TikTok. Jo, ja marr, ja shkarkoj, aty se deshi veten më pëse. Debatuam, Dhe jo vetëm kaq. më kapi për flokësh, më ka shqyr rrobet nga trupi, janë rrobet që të kam bler unë tha. I thash unë do largohem nga ty. Bëça dush, derën e ka hapur tha. Pas 2 ditësh jam larguar. Pse? Vendosa të ikja në Greqi, sepse atje kisha dhe fëmijët. Do më thonë fëmijët jetonin me ish bashkëshorti. Po, po. Vendosë të theshin në shtëpinë tënde. Po, unë edhe pse nuk jam me atë, ai gjithmonë derën për mua e ka të hapur. Thot ti mund të kthesh kur të duash. Dhe Silva ashtu bëri, u rikthye te familja e saj, ku dukej se gjërat po shkonin mirë për disa ditë. Deri kur Besimi u rishfaq. Shkruante bashkëshortit tim, njerëzve të bashkëshortit, mua,
gocës vetëm me kërcënime. Shkonte afër shtëpisë njerëzve të mi në Tiranë. Unë për vete, erdha këtu të dola borxhen. Po e shumë më ke dy hit, i tregoj foto mamit të babit tat, kush vjen prej tyre ti thotë ne ke këtu ti dalin borxhet të. Më e rënda është ke fëmijët. Gjithmonë më thoshte që unë do marr hak aty ku do dhemin më shumë. Besimi do të lëj gjithmonë me rrobë seza ty, se të vuj gjithë jetën, do të prek mua ti ku të ditë më shumë. Ke fëmijët nuk durohet asnjëherë. Vajza është e fejuar, rrimet fejurin e vet. Ai thoshte do shkoj në shtëpinë e fejurit që ta marrin vesh kush është vajza jote, që ata ta lën vajzën tate. Po marrë grabje për taku familjen e ti themi e dy llafe, okay? Unë do i takoj ata, vetëm thjesht për t'i treguar dy gjërat e tuaja. Bashkëshorti është shumë i tremur, sepse ky hap vetëm adresa edhe i shkruan. E shan, e ofendon, do të vi aty në Greqi ku je, do të vrasi, thot. Ka hapur adresë TikToku me foton time dhe të vetëm, i ka bërë ftesë të gjithë shoqeve të mia, gjithë njerëzve të mi dhe u çon fotot e mia, që kam dalë me ta. Kërcënime për prindrit, kërcënime për fëmijët, kërcënime për ish bashkëshortin, kërcënime në rrjetet sociale. Dhe sikur të mos mjaftonin gjithë këto, Ka ngacmu dhe shoqet e mia. Shoqja ime është përgjese në punë, ky i kishte çu foto dhe kjo i kishte bllokuar direkt, kishte shkruar një shoqe tjetër, i kishte thënë për atë, e ka mund dashnore kishte thënë. Ka ngatruar gjithë shoqet e mia aty, i ka bërë gjitha dashnoret e veta. Më marrin mua telefon dhe më thonë që Silva nuk po na le rahat. po çfarë problemesh ka në kokë ky Don Juan që i qepet çdo femër që i shfaqet përballë? Do që të më shkatroj mua. Kur i thash, nuk du të vazhdoj më me ty, shikoj jetën tate. Pretendon ai që ti ke për të dhënë ndonjë para, pretendon që i ke ngrënë në besë, pretendon Jo, asnjëherë. Unë fëmijëve të mi, sa që është në Gjermani, nuk i kam dërguar nga lekta atij njeriu asnjë euro. Gjithmonë kur merrsha rrogën time, i çoja fëmijëve të mi. Dhe ai vazhdon thotë që ti ke çur në lekët e mi. Pra ai kërkon lek nga ti? Jo, nuk kërkon lek nga unë, kërkon ato gjërat e veta. Si për Ato dy valiçe që ka, edhe dy rrecka që ka ai. Rroba që të ka bler ty. Pa, ato. Që për besimin janë tepër të rëndësishme. Ata ku lash ku thash, për çaj morë vetë bluzën se bleve tani. Telefonin që bleva 400 euro atë nap, telefonin e dua. Dy valiçe, edhe ato tangat që i ke përmendur çdo vend, unë do t'i nis. Edhe dy fustane se ti komple njëri komple 45, njëri komple 70 lekë, mamen. Ama dhe ti Silves, do t'ja nisësh aplostër, fshes korrenti, enurina, pellushat. Do, edhe dy palaklete. Atlete. Edhe kufje. Okej, inventari u bë, por kanë mbetur më të rëndësishmet. Të mbreshmet për çaj morë me vete. Ai bleve me lekë mia. Si kam prek fare, ato do t'i dërgoj. Ai nuk e mendon se edhe unë punova 8 muaj me atë. Gjithmonë ai ngjet vetëm anën e vet. Ai pretendon që nëse ti i kthen ato rrobat do të lë rahat. Jo, nuk e besoj se ai lë rahat asnjëherë. Thjesht justifikim është, nuk bën njeriu për dy valiçe apo për dy bluza. Ai thjesht i tjellash. Ashtu do vazhdoj. Këtu Silva ndalon së foluri për veten dhe nis të na tregoj për karakterin e përndjekësit serial që ka Besimi. Ka kërcënuar një femër nga Fieri, kishte shku me këtë femër, i ka bërë video, edhe i thoshte, më dërgoj lek se do të shpërndaj videot e tua, fotot nudo që i ka bë. Kjo i kishte thonë, mund vish ti marrësh këtu në Fier lekët. Ky kishte shkur dhe ajo i kishte bërë denoncim. Edhe e di që ka paguar lek shumë të madh që ky ka dalë në burg. Pra, sipas asaj që thot Silva, përveç se përndjekës, Besimi ka qenë edhe shantazhues. Sidoqoftë, kjo histori i përket të shkuarës. Ajo që na intereson sot është të largojmë një herë mirë Besimin nga një familje që pas problemeve të shumta, më në fund ka arritur të gjejë sadopak harmoni dhe qetësi. Ndaj, për këtë arsye vendosim të organizojmë një takim mes të dyve. Ku do takohemi nesër? Të jap gjërat e mia. Mamen ku pishim kafe këtu bashkë. Në këtë valixhe që Silva po tërheq, gjendet e gjithë paja që Besimi i ka bler, nisur nga fustanet e deri tek të brendshmet, që ai i kërkon me kaq ngulm. Prandaj, është momenti që ajo t'ia dorëzoj. Çfarë makine që pikë taksi? Makina zbrita këtu. Çfarë makine bra? Mora taksi thash. Siç ndodh gjithmonë me përndjekësit serial, Besimi kërkon të kontrollojë çdo lëvizje të Silvës, duke harruar që janë të ndarë tashmë. Megjithatë, kjo e fundit nuk u mbet kohë me bisedat e tij të xhelozisë dhe futet direkt në temë. Për çfarë ti kërcënon çunat e mi? Iku polici, ai do ta themi për çfarë e kupton. Sa familje ke ndarë? Jo, ty çat boron të lava. Ose të dhurova çdo gjë. Më dhurove për një moment, lumturi, asnjë gjë, më mbrapa nga shihura shërbeshë pastaj. Mos kishte qenë ti, unë do isha edhe sot me fëmijët e mi. Çfarë ke sjellësh? Aty ke dy valiçe, ke të brendshmet dhe dy fustane. Gjërat e nuk kishe. Jo. Po ti kishe marrë gjithë në shtëpi. Kishe lëvë veç rrobës nuk ti më të valixhe më. Edhe çam të vogël të pleve. Edhe lash kryesoret më të mirat E lash. çka kishe lëvë? Po pantone e mirë, futët e mira. Si me do valixhe, jo se si moret. Silva ka punu, mos jam mohosi. Ai ke blemo nuk të mohoj gjërat tuaja. Silva mundohet më kot të argumentojë se jo çdo gjë e saj është e blerë nga ish partneri këmbgulës.
ai e ka inventarizuar çdo gjë me një saksi të habitshme. Telefon se t'bleva, që për i martin. Atletë se bleve ko marrë rogën atë ti. I pali ishin 60 euro dhe i pali 25 euro. Silva kishte 10 euro në telefon. Ti nxorra lekët e mia të gjitha. Silva atletët i ka bler vetë. Futën lek vetëm për vete, edhe 20 euro që ma ktheve mua, se mba mos rri pa lekë. Bakshiqet. Ai ftillja për fëmijët e mi. Po e mi e mua. Nuk e mohoj. Edhe Silva nuk betet pas në inventare. Çdo gjë e memorizuar deri në 20 eurot e fundit. Po mdesh ma shu se çdo gjë në jetë. Dra që më ke dash kaq shumë, po më shkatron tani. Për çfarë hap Facebook me foto e mësuesës. E vuaj se e di që kush e shifte. E po, ja arriti qëllimit. Silva e pa dhe ja ku është tashmë sërish me Besimin. Por kemi edhe ne një surprizë për këtë të fundit. Besim, përshëndetje, si kalove? A mund ta di me ç'të drejt e kërcënon Silvën se do t'i bësh keq fëmijëve të saj? Më fal, a zulmin brenda? Patjetër. Kam audiot e tua, mesazhet e tua që ti e kërcënon, do të bëj veshësh rrobe zeza, i përmend fëmin, i çon video që i afër banesës saj, i hap rrjete sociale, e ke dënuar. Do të vini familje? Në familje nuk kemi pse. Vetëm e dëgjoj pse. pak, unë ko bashkëtu. Urdhoni video dhe nuk ti ka treguar të gjitha. Jo, i kam të gjitha. Nuk e di, unë jam njëri, unë e kom dashur dhe e dua. Patjetër, çaj dashur tash i të lutem. Unë e kom pas familje, ke motrat e mia, e du për grua, e kupton, nuk e dua për gjë tjetër. Se duan kështu. Jo, nuk më hapte mesazh, po ne kom kështu. Se nuk më hapte mesazh. Me çfarë të drejtë? Mesazhet A jeni ndar? Një sekond. Jo, nuk jam ndar. Se nuk jeni ndar. Jo, e ke gabim vëlla, mos nuk jam ndar me këtë. Patjetër, jeni ndar. Atë lot. Okej. Hajde ulu. Po nuk më hapte bisedat. Nga nerva. Ti ke të drejtë, ti ke të drejtë ta kërcënosh, i shkon te shtëpia afër banesës, do shkoj. Ti tregoj foto mamit tat babit tat, kush vjen prej tyre ti thotë ne ke këtu ti Po, dalin borxhet. më ja vetëm rrobe ti. Ora është drejt. Ti kum te unë. Ajo që kuptojmë është se Besimi, që nga momenti i parë që u takuam e përgjatë gjithë bisedës, është shumë i qetë dhe bashkëpunues, ndryshe nga rastet e tjera të përndeksve dhe shantazhuesve, ku ka agresivitet dhe përpjekje për t'u larguar. Keni punuar gjëmarin të dy? Aja ka punuar me timje 200 euro. Unë punoja, unë zes. A keni jetuar të dy me lekë të njëri tjetrit si Te një luta çift ata bare, normal? si një çift pra. A keni kontribuar të dy për shtëpinë, për ushqime, për çdo gjë? Ata bare. A i keni bërë dhurata njëri tjetrit? Tash ti e kërcënon Jo, ta me bare. fëmijët, shkon afër banesës saj, Ta i bare, hap jo. rrjete sociale, i shkruan shoqeve të saj. Ata Për një bare, lutem. për një valixhe, për një palë të brendshme, për një fustan, për një palë Ata bare, kufje. të lutem. Për gjitha këto që tash, a ke një përgjigje të duket normale? Jo, e kam A për di- pyetja, i kom kërku falje. Për diçka sa e kom pyetja, i kom kërku falje. I kërkon falje të pastaj shkon e kërcënon sërish. Po i kom thënë, thjesht valixhet edhe telefonin. E ke dhuruar ti këto. Sa lekë bëjnë këto, gjitha këto gjërat? Në çfarë vlere? Unë do t'i udh, nuk do t'i gëzoj. Pra, po për çfarë bën gjithë këtë? Për gjithë këto kërcënime, për një valixhe që ta hedhësh, e Fustanet e kom kërku, që e Ja kërkon. kom marrë 100.000 lekë fustanet. Ata e kom kërku. S'ka rëndësi ku gja jap, o jeta ime. O jeta ime. Ata më besim se nuk bën burri për dy fustane, më besim ti e di më mirë se unë. Nuk bën Unë burri. po besim po të diçka. Unë nuk dua asnjë gjë nga jeta kësaj. Unë dua veç telefonin të lutem. Asnjë gjë më tem. A dia paguaj edhe bankët, edhe me mosh i larg. Tani, më mirë të largojmë pak fëmijën nga ekrani. Ka posh, unë të tregoj hapun, ka posh, ai shidhimi e kom pas, e kom shty, ka shaj soper, e kom fërkuar pak, i kom thonë largo nga jeta ime. Se nuk më doroj dot, më po më fusë stres. Po ke vendosur çfarë kërkon nga jeta jote. Ti nuk di kë do dhe nuk e di ku je vet. Okej, si mund të kem mendorni ju suportar pra, nuk jam kriminal. Kërcënimet tregojnë tjetër gjë, gjithsesi. Atëherë besim, pra premton që nuk do t'i bësh më. Jo, s'ka asgjë. Me që s'ka asgjë, unë them më mirë ta mbyllim këtu dhe secili shkon në hallin e tij. Por Besimi ka edhe një fiksim të fundit. Telefonin s'ma ka sjell. Telefonin e dua. Unë mendoj që Unë më mirë vdes telefonin e dua. Telefoni nuk kam për ta po dhënë. burri për një telefon që e ke dhurë, që i ke bërë dhurat. Më mirë vdes. Më mirë vras veten. Telefonin e dua. S'ka shans. Ja kom Sa lekë ke telefon? ja kom marr 420 euro. Çfarë fiton? A telefon e dua. Dua ta kuptoj pra. O fiksimim. Nuk do ta marr. Më mirë vras veten, tash telefonin e dua. Si ka pse nuk e telefonin? Ma ka bërë dhurat për ditë. Jepi atë telefon. Ta kuptoj, a ke bërë dhurat Kjo telefonin? telefon, ja bërë se ti ishe një jetë time. Jo të marrë në rrobe të mike, mu të mbledh shtëpi. Telefonin. Jepja telefonin, të ndaheni, ta lini të qetë njëri tjetrit, mos kërcënoheni më. Ta kom kërku ka tje. Asi gjë mas. Se Besimi, do më thonë, ka që vlerëson dashurin që ka pas për ty, me një telefon. Jepi atë telefon. Fiks me një telefon. Bravo. E tregoj. A telefon e dua. E vendosen derin tënd në vend me një telefon tani, që do ta marrësh. Telefon e dua. Silva do ta jap telefonin. Telefonin, edhe vend paguajnë bankën të dy. Hajde një bashkë banka, si njerëz, sa do bin atje dhe pyesim. Po në pas fare mos i prapë unë Besimi të gjej borx për ty dhe paguajmë. Për ty unë i gjej borx. Pse se të kom dashur gjithmonë. Në thjesht unë do veç telefon. Dakor, do ta sjellë Silva. Mirupafshim. Mirë pa, fjalë Faleminderit.
Besim si kalove. Ta ktheu telefonin Silva. Po, i takuam, i dash një trek se ja kishe borxh trekan, folëm ata zotërit e punën bankës, kemi lënë një datë me ata për ta mbaruar punë. Do me thonë ja dha dorën fund njëri tjetrit. Po Matila, unë sa unë tu, kemi bën me prapë për të jetu bashk, po kemi vuj i kush etës, unë më smaj telefon sa ajo shumë xheloze kjo. Valixhen do ja japësh mbrapsht me rrobat që i ke bler. Pa ti ka më ti, zoti marr na i din, na mund ta marrim rrugën prapë dhe mund të vazhdojmë një jetë të re.